Pra vajzën e tij në Tiranë arrestohet 49 vjeçari palestinez në Liban, pritet të ekstradohet drejt Shqipërisë. Është arrestuar në Liban 49 vjeçari Fadi Aluan, i cili akuzohet se ka vrarë vajzën e tij, 24 vjeçaren Rayan Aluan. Ngjarja u regjistruar rreth 2 muaj më parë, 24 vjeçaria u gjetë vrarë në një apartament në Tiranë në rrugën Gjon Muzaka. 49 vjeçari u arrestua në Liban me qëllim ekstradimi në Shqipëri. Gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë i ka caktuar këtij shteta si masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vrasje për shkak marrëdhënieve familjare. Njoftimi i policisë në vijim të hetimeve të thelluara të kryera nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Tiranë dhe si rezultat i komunikimit të vazhdueshëm me strukturat homologe në Liban nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Beirut, u kap në Liban me qëllim ekstradimi në Shqipëri shtetasi palestinez 49 vjeç. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se ky shtetas në shkurt 2025 në një apartament në rrugën Gjon Muzaka Tiranë ka vrarë me mjet prerës vajzën e tij. Vijon bashkëpunimi nëpërmjet strukturave të Interpolit për të finalizuar procedurën për ekstradimin e këtij shtetasi në Shqipëri.